E tash, po duhen me spjegusët se që ky farë treshi i pejgamberit mo kanë botë të dashura, namazi, gruaja dhe parfumi, të trija këtu kanë simbolike në vetë. Edhe unë menoj, pejgamberi ka thonë për shkak të simbolikës, edhe ka synu diçka krejt tjetër mrapa këtyne tre emërtime ose tri gjërave tjetës. Namazi nënkupton lidhjen më të ngushtë shpirtnore, spirituale të robit me Zotin. Namazi është përjetimi, njëra ndër përjetimet ma fisnike të njeriu në këtë botë. Veçanërisht kur ai përjeton, kur ai ndjen namazin, kur ai ndjen afërsinë e Zotit në ritualet e tij. Gruaja simbolizon të bukurën. Gruaja është pjesa artistike e jetës. Dhe duke thonë pejgamberi se mu është bë dashur gruaja, në fakt po don me tërhiq vëmendjen te bukura e kësaj jete. Marr parasysh se gruaja mund të jetë krijesa që përfaqëson të bukurën në këtë botë. Prandaj me fjalën gru simbolizohet e bukura. Domethënë, mu ka bëhet dashur bukuria. Po, çështu ka qenë vullneti i Zotit. Zoti ka dashur me kriju gruan që është simbol ose është sinonim i të bukurës. Çështja e parfumit në thonin e profetike, ma tepër ka me mësu besimtarin me respektu shijen. A keni vërejt kur t'ja nish diku erën e mirë? E ndjen. E ne kemi nevojë përveç parfimit shumë gjana në jetë me i shiju, me i ndje. Domethënë, për ata që ky hadith është jashtëzakonisht filozofik, edhe shumë i kapshëm, edhe shumë i dashur.